Ne të vazhdojmë me mësimin, po të vëmë re ka një moment tek jeta e njeriut që njeriu ndjen atë barrën në mëkat, ndjen atë barrën me fal. Shumë njerëz zgjedhin që ndonjëherë dhe të mos të heqin dorë nga vesi i tyre, i keq, i lig, i papërshtatshëm për një grup shoqëror, zgjedhin që të largohen nga i grup shoqëror. Kanë ardhur njerëz që me veset e tyre, por e kam parë të papërshtatshme që të qëndrojnë. Sepse për shkak të jetës dhe zgjedhjeve që ata bëjnë, e kam parë më të hirshme që të ndjekin atë cilësi jete që kanë zgjedhur, në vend që të ndryshojnë. Në ç'kuptim, pra të ndryshojnë jetën, në të jetuarit. Ka njerëz mendojnë që ato çfarë ata kanë bërë u duket e pafalshme, edhe thonë që këtë gjën Perëndia mua nuk më fal. Deri këtu ka Zoti limiti. Këto gjëra Perëndia i fal, këto tjerat nuk i fal. Siç e dim dhe siç lexojmë neve, Bibla na mëson disa gjëra elementare të rëndësishme, siç ishte pra vargu 9, mund të themi edhe një varg i vogël, por ka një të vërtet shumë të madhe aty brenda, që thot, po të rrëfej mëkatet tona, Perëndia është i hirshëm, i mëshirshëm, është besnik dhe do të na i fali. Çfarë po përpiqet Gjoni të thotë, është që Perëndia i fal mëkatet. Po puna është a e falim neve veten tonë. Deri ku e kemi neve limitin tonë për të falur mëkatin. Dhe për të falur veten tonë. Në fakt, për të filluar një marrëdhënie, për të rikuperuar një marrëdhënie, për të shëruar një marrëdhënie është që ai që ka bërë një gabim, gjëja e parë që duhet të bëjë është të arrijë të falë vetë, sepse mase janë gabim, por në marrëdhënie shumë njerëz e kuptojnë ku janë gabim. Por problemi qëndron që ose janë shumë krenar për të ndryshuar, edhe thonë zgjedhin që të largohen, ose e kuptojnë që janë gabim, nuk duan që të ndryshojnë, largohen. E treta është që e kuptojnë ku është gabimi, e kuptojnë që është një gabim i rënd, por nuk mund ta falin dot veten e tyre. Kalojnë në ekstreme pastaj që edhe largohen nga shoqëria, shumë gjëra me radhë. Ka njerëz që të largohen nga vendi ku jetojnë. Ajo çfarë Perëndia neve na mëson është që ne nëse ne duam që të vim tek Perëndia neve na pranon. Letra e Gjonit është shkruar për të forcuar besimtarët ndaj mësimeve të rreme dhe për të theksuar dallimin mes jetës së dritës dhe jetës në mëkat. Ajo nuk është vetëm doktrinore, por thellësisht praktike. Si mund të jetohet një jetë që është në përputhje me natyrën e Perëndisë që është dritë. Tani, e para e Gjonit, kapitulli i parë, vargjet 1 deri në 4, tregojnë diçka shumë të rëndësishme, që Gjoni thotë, shiko, nuk janë vetëm uthët, por e bën në numrin shumës, ato gjëra që neve kemi parë, ato gjëra që neve kemi dëgjuar, ato gjëra që neve kemi jetuar, po ju tregojmë dhe juve. Edhe këto gjëra janë për të mirën tonë, le të themi, po ta rifrazojmë me fjalët tona të përditshme. Edhe Perëndia na fton që të kemi bashkësime. Edhe ju thot po ja tregojmë dhe po ja transmetojmë dhe juve që edhe ju të keni bashkësime. Po si mund të keni bashkësime ne? Si mund të keni miqësime ne? Është duke praktikuar ose duke jetuar jetën e perëndishme. Perëndia pra te vargjet më vonë, duke filluar tek vargjet 5 dhe 8, Perëndia është dritë dhe në të thot nuk ka as pak arsye. Në qoftë se do të shkoje, domethënë përpara Perëndisë, do të ishe si mund të themi neve
edhe nga ana emocionale, shpirtërore, lakurisë. Pra Perëndia do të shikonte gjithçka. Edhe kur Perëndia të shikonte gjithçka, atë çfarë do lloj mendimi të errët që mund të kemi neve në mendjen tonë, Perëndia i di të gjitha. Nëse neve do të shkojmë tek Psalmi 139 të vargu i parë, psalmisti thot, ti Perëndi i di, thot, fjalët e mia. Ti e di, thot, se çfarë do dalin nga buzët e mia përpara se ato të dalin, pra fjalët. Ti e di, thot, çfarë unë them, ti e di kur unë ulem, ti e di kur unë ngrihem e kështu me radhë. Pra, përpara Perëndis nuk ka ndonjë të fshehtë. Ne mund të fshihemi nga njëri tjetri, nga shoqëria, nga grupi shoqëror. Pra, shumë njerëz zgjedhin që të fshihen. Për shkak të sjelljes së tyre ose për shkak të stilit të jetesës së tyre. E din që disa e gjykojnë e paragjykojnë e disa të tjerë nuk e pranojnë. Edhe thotë që unë me këtë njeri nuk shoqërohem. Nuk pranojnë të heqin dorë nga ajo lloj jetese, nuk pranojnë që të ndryshojnë, por pranojnë që të largohen nga njerëzit, pra që të kenë bashkësi, që të kenë miqësi, edhe të vazhdojnë me stilin e jetës. Mua më pëlqen diçka që ju a thash dhe herën ja tregova si shembull herën e kaluar tek Luka 15. Më pëlqen vargu, nëse s'gabon, vargu 17, aty thuhet që ishte e djali plan prishës dhe thot edhe ai erdhi në vete. Pra ai dëgjoi, domethënë e kuptoi të vërtetën se çfarë gabimi kishte bërë dhe u kthye. Unë besoj që gjithë njerëzit kanë një moment ku vinë në vetvete. Në momentin që vinë, aty ndodh ai dallimi se çfarë bëjnë. Ose zgjedhin që të qëndrojnë në vafën e dërrave, siç ishte ai. Vafa e dërrave ka një lloj simbolike të bukur, një ilustrim shumë të mirë, që në qoftë se neve që zgjedhim të qëndrojmë me atë lloj stil jete, përpara Perëndis, sado e mirë dhe e bukur të na duket neve jeta njerëzore, miqësore, përpara Perëndis neve jeni një lloj sikur të jemi në vafën e dërrave. Askujt nuk i pëlqen era e dërrave. Askujt nuk i pëlqen të qëndrojë afër dërrave. Askujt nuk i pëlqen ushqimi i dërrave. Thuhet që ai ishte aq shumë i uritur sa donte të hante, po nuk ishte. Edhe aty e erdhi me vend. Po shumë njerëz e zgjedhin pikërisht të lloj jete, vazhdojnë të jetojnë dhe largohen nga njerëz. Shumë njerëz zgjedhin pikërisht këtë. Kur neve zgjedhim këtë lloj mënyre të jetuarit, se gjithë secili prej nesh vjen keq sa them, po ndonjëherë na pëlqen që të shkojmë te vafa deri. Ndaj edhe Gjoni po shkruan këtë letër dhe thotë, sa herë që ne shkojmë përpara Perëndis, e kuptojmë, vim në këtë lloj realiteti, le të themi, që i kuptojmë të vërtetën nga Perëndia. Edhe i harxova ato kreditet e mia deri këtu. Por Perëndia thotë, Gjoni thotë, shiko, ai është besnik, ai të fal. Por ti të ndryshosh. Nuk e di, ne kur për njerëzit më të dashur tanët, deri ku është limiti që neve mund të falim? Për shembull, neve që jemi prindër, nuk ka ndonjë, besoj që ka ndonjë limit që mund të themi, deri këtu e ka fëmin, do ta fal. Edhe pse mund të themi që e mbush kupa, mund shfryme kështu, po përsëri i kemi të verbër sytë tanë, fizikë dhe shpirtëror, kur vjen fëmia dhe të kërkon falje dhe me ti beson verbërisht se ai do të ndryshojë. Perëndia kërkon që neve të rrëfehemi me vërtetësi me zemër. Psalmi 32 vargu 5 thotë, unë të rrëfeva mëkatin tim dhe nuk e fsheha paullsinë time. Thash, do t'i rrëfej Zotit shkeljet e mia dhe ti më fale fajin e mëkatit tim. Pra nuk ne që shkojmë në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, Perëndia e din. Problemi është që shkojmë neve t'ia thojmë, sepse kur e themi, neve po duam që të kemi miqësi dhe bashkësi me Perëndin. Edhe duam që të ndryshojmë. Gjoni nuk po thot nëse rrëfye, që është një ngjarje e shkuar. Mbajeni në dorë Biblën, edhe shikoni, por thot nëse rrëfejmë,
është në kohën e tashme, e vazhdueshme, Ky në herë punë gramatika e gjuhës. Në kohën e tashme të vazhduar, pra nëse rrëfimi është një praktike e përditshme, jo një ngjarje e rrallë, njëherë kaq kohë. Një zemër e përulur është gjithmonë e gatshme të bëj paqe me Perëndin përmes rrëfimit. Pjesa tjetër vargu thot, ai është besnik dhe i drejtë, siguria në karakterin e Perëndisë. Besnikëria e Perëndisë. Ai është besnik dhe e mban fjalën e tij. Po të shikojmë edhe tek Testamenti i Ri, edhe tek Testamenti i Vjetër, ai pra Perëndia ka premtuar falje për ata që pendohen dhe kthehen. Ai nuk është si njeriu që ndrron mendje ose gënje. Numrat 23 vargu 19. Kur ne rrëfejmë mëkatet, kur ne hapim zemrën tonë, nuk po i lutemi një Perëndia kapriços, por një ati që ka bërë një premtim dhe nuk mund të mohoj vetën. E 2 Timoteut kapitulli 2 vargu 13. Perëndia është i drejtë. Ky është një aspekt mamitës. Si mund të jetë drejtësia e Perëndisë një arsye për të na falur dhe jo për të na dëshkuar? Pra është i drejtë. Edhe nëse je i drejtë, do bësh gjithmonë drejtësi, domethënë kur bëhet gabimi do të ndëshko. Përgjigjja qëndron në veprën e Krishtit të kryqit. Ai që nuk e njohu mëkat, u bë mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 21. Dhe një histori interesante që dëgjova para ca ditësh, ishte një mbret, ishte shumë i mirë, shumë i dashur. Domethënë po tregojmë atë si mund ta ilustrojmë ungjillin e Perëndisë, lajmin e mirë për shpëtim. Ishte një mbret shumë edhe gjithë njerëzit i ndihmon. Në një kohë filluai më çuditshme ishte që filloi që të vizshin edhe brenda në pallatin mbretëror. Perëndia dhe ai mbreti dha urdhrin e parë, ai që do kapet do dënohet me kaq. Qofse ashtu e filloi duke me si thuaç me një mas paralajmëruese. E filloi që po vizte akoma më shumë, po humdin, po ndihesh shumë ajo vjedhja si le të themi me flaka floril. Arriti në një moment që arriti kulmi i vjedhjes. Unë vje shumë, domethënë, le të themi se po të kishin një dhomë me flaka florili, pothuajse 2/3 e asaj ishin marrë. Atëherë mbreti dha urdhërin që ai që do të kapet tani do të dënohet me 40 goditje kamxhik. Domethënë që ishte vdes. Sepse po të haje 40 kamxhik do të vdesë. Edhe çfarë kujtohet kryqëzimi i Jezusit sa kamxhik han. Zbuloi që ka vajza e tij. Ne këtë gjë domethënë që viste. E provoi edhe një herë, e mori dhe një tretën që kishte ngel. Edhe të gjithë po përshpërisnin tani, do thashë, mbreti tani nuk do të dënoj gocën e tij. Se s'ka kuptim. Edhe mbreti tha, shikofa, unë jam një mbret i drejtë dhe i vërtet. Kushdo, unë e dhash urdhrin tim, tha, kushdo që kapet me këtë sa do dënohet me 40 kamxhik. Erdhën të gjithë, do ishin spektatorë, erdhën të gjithë e panë, u lidh vajza e tij përpara sheshit. Edhe në momentin që do të fillonte udhëtari që do të godiste, mbreti tha pris. Shkoi atje dhe mërtheu vajzën e tij dhe i ktheu kurrizin, vrisja atë rrobën e tij dhe ktheu kurrizin edhe tha tani sa godiste. Ata sigurisht që në fillim nuk pranuan, me dha urdhër të prerë, do të më godiste. Dhe goditën e ranë me 40 kamxhik derisa ai dha shpirt. E njëjta gjë është dhe dashuria e Perëndisë, që Perëndia na do ne deri në të lloj pike, sa ai dërgoi birin e tij për ne, që ne të mund të kemi jetën e përjetshme. Pra problemi nuk qëndron me Perëndin, a do na i fali mëkatet Perëndia. Problemi qëndron me ne, a do të shkojmë neve të rrëfejmë mëkatet Perëndisë, a do të shkojmë neve që ta ndryshojmë të lloj stil jete. Qofse na kapin ma do të themi na fal. Edhe qofse s'na kapin, urra për mua. Fjala të fal në greqisht
do të thotë të liroj të heq shafe, të dërgoj larg. Perëndia pra nuk e mban mëkatin në një dosje për ta përdorur kundër nesh më vonë, kur nuk plotësohen kushtet, por ai e largon atë përjatësisht. Psalmi 103 vargu 12 thot: sa larg është lindja nga Perëndimi, aq larg I ka hequr prej nesh Perëndia pa udhësi. Perëndia nuk thot ndoshta do të falë, siç ndonjëherë neve një nga ato dënimet, shpërblimet mire dhe po bëre çuni mirë, do ta mendoj do të falë. Perëndia nuk thot ndoshta do të falë, por do të falë. Pra ky është një premtim, jo një supozim, me ndoshta. Por ai është një garanci për çdo mëkatar të sinqert, pavarësisht se sa I madh është. Perëndia na thot përsëri tek vargu 9 dhe do të na pastroj nga çdo pausi. Është një pastrim I brendshëm dhe shenjtërues. Pra do shkulet me rënë çdo mëkat. Pra nuk është e njëjta gjë të jesh I falur dhe të jesh I pastruar. Tu fillon proces, sepse edhe një person, nëse ti e ke lënduar, mund të fali, por nëse ti nuk ke ndryshuar, nuk ke pastruar, nuk ke heq dorë nga I ves I keq që ka ndikuar negativisht një jetën, e ke lënduar një person. Pra nuk quhet, falja e heq mëkatin. Pastrimi ndryshon natyrën, ndërgjegjet, motivet tonë. Kjo është vepra e frymës së shenjtë që na bën të ngjashëm me Krisht. Titi kapitulli 3 vargu 5 thot: ai na shpëtoi me larjen e rilindjes dhe me rinovimin nga fryma e shenjtë që vjen nga Perëndia. Pjesa e fundit thot çdo paudhësi tek vargu 9. Jo vetëm mëkatet e mëdha, si moraliteti apo gënjeshtra, por ose çdo gjurmë, krenarie, zili, dyfyrtyrësi dhe drejtësi që thonë që mendojnë që gjithmonë unë jam kështu I drejtë, I vërtet, nuk bëj gabime, nuk bën njëri më qafë. Kjo quhet dhe drejtësi, domethënë që unë jam I drejtë gjithkohës. Perëndia ai pastron gjithçka. Edhe ato gjëra që ne shpesh janë shkandoj. Dy shembuj kemi Davidin dhe Gjoni. Davidi mbret pas rënies së tij me Betsheba. Jo vetëm kaq, ai Davidi nuk e la me shkelje kurore, por dha urdhër që dhe burri I saj të vritej. Çfarë ndodhi me Davidin? Mbasi u përball me profetin, Davidi bëri një rrëfim të vërtet dhe kërkoi dhe mori një falje të plotë. Po doni të mësojmë për rrëfimin e Davidit dhe përballjen me Perëndin, lexoni Psalmin 51. Ai thot: më pastro me izop dhe do të jemi pastër, më laj dhe do të jem më I bardhë se bokë. I lutet Perëndis. Gjoni apostulli nga ana tjetër na jep këtë premtim të qartë tek vargu 9. Dy njerëz, dy epoka, një Perëndi, një mënyrë për falje. Rrëfimi pra dhe mëshira. Si ta zbatojmë neve këtë varg në jetën tonë sot? Mos e mbaj mëkatin të fshehur, mos e mbulo, mos e shtyr rrëfimin, sa më gjatë ta mbash, aq më I rënd ba. Në vend që të çojë drejt pendimit, zemra ngurtësohet. Pra sot është dita për t'u hapur me Perëndi. Rrëfeu me sinqeritet, jo thjesht me fjalë. Perëndia nuk kërkon një rrëfim mekanik, por ai kërkon zemrën tënde. Rrëfe me sinqeritet, jo për të marrë falje të lehtë, po për të hyrë në marrëdhënie të pastër me Atin. Shtetur në premtimin që Perëndia ka dhënë, jo me ndjenjë. Shumë njerëz bazohen në ndjenjë. Shumë njerëz mendojnë që edhe na ka ndodhur për shembull që në një kohë ku bënim dhe kurset, shumë të rinj kërkuan që të pagëzoheshin për shkak se po pagëzoheshin të tjerë. Ndërkohë që ishte thjesht një eufori e momentit, një emocion I momentit që nuk e di si mund sa ta shpjegoj kur të kap ajo emocioni I momentit, po desha ta bëj. Ndërkohë që ti nuk e ke menduar më përpara, nuk e medituar në atë. Pra ndoshta nuk dihesh I falur, por fjala e Perëndisë është më e fortë se ndjenja.
Pra ai është besnik dhe i drejtë dhe fjala e tij është më e qëndrueshme se emocionet tona. Pra ne këtu bazohemi në fjalë, në Perëndisë meditojmë dhe fillojmë të besojmë në të. Atëherë, jeta në ndëshmëri dhe dritë. Mos bëj rrëfimi thjesht si praktik personale me Zotin, por jeton edhe në transparencë me trupin e Krishtit. Oni thot tek vargu 7, po të ecim në dritë ashtu siç është ai në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin. Ti nuk mund të ecësh njëri në dritë, njëri në errësirë. Po ta vesh re, edhe ai që është i verdhur, zakonisht man dikë që ka sy, edhe e mban mas vetes, e mban mas krah. Pra që të eci që të ashtu. Ata tregon të kujdesshëm ku të hedhi hapat e kështu me radhë. Ta njerëz që drejtojnë njerëzit e verbër që të ecin, zakonisht janë të kujdesshëm. Kujdes ku e hodhe kamu, kujdes ka lokte, kujdes tu ke një pengesë, kujdes tu ke një bordurë. Ky varg është si një ftesë, një derë e hapur për mëkatarin, për një jo besimtar edhe për një besimtar që të vazhdoj të rinovoj marrëdhënie me Zotin. Ne nuk kemi nevojë të ripatëzohemi, po për mëkatet tona, për shkeljet tona, ne kemi nevojë që të shkojmë përpara Perëndisë, si të thotë edhe të themi siç tha Psalmi 32 që ka vendosur që t'ia tregoj Perëndisë shkeljet e mia. Një është një siguri për një zemër të penduar, një çelës për paqe me Perëndin, kur neve kemi rrëfim sinqert. Pyetje, a ke diçka që duhet ta rrëfesh? Është meditim, është një lloj sfide personale që ne mund t'i bëjmë njëri tjetrit, ose vetes tonë, le të themi. A ke ecur me barrën e një faji që të mund të ishte shlyer? A i ke besuar ndjenjave më shumë se premtimit të tij? Sot është dita, çdo ditë e re është një mundësi. Sot është dita për të rrëfyer, dhe kur rrëfejmë, ai nuk na turpron, nuk na dënon, ai na fal, na pastron. Kjo është një vërtet e bullosur që nuk e lun topin. Ai është besnik, ai na fal, na pastron. Dhe bën këtë me drejtësi dhe me besnikëri të përjetshme. Unë do t'i sugjeroja një lutje: o Zot, ne të falenderojmë për hirin tanë të mrekullueshëm. Ti nuk na refuzon kur vi me zemër të penduar. Na mëso të rrëfej me sinqeritet. Na mbush me frymën e shenjtë për të jetuar në dritë. Faleminderit për besnikërinë tënde, për drejtësinë tënde dhe për premtimin që qëndron për jetë. Në emër të Jezusit. Amen.